Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin. Jam këtu pranë jush për të komentuar dhe për t'i dhënë zë në fakt ngjarjeve më të fundit që po përfliten që ka ndodhur në Top Channel, një luftë e madhe mes Lori Hoxhës edhe Grida Dumës. Ju e dini shumë bukur që me hyrjen e Gridës në televizionin Top Channel, emisioni Top Story, por edhe emisionet e Top Story në përgjithësi morën një kakje tjetër. Do me thënë Grida ju dha një energji të papar, tregoi një talent jashtëzakonshëm në aspektin e moderimit, do me thënë krijoi një audiencë të menjëhershme në afat kohor rekord dhe e shndroi këtë emision në një nga emisionet më të ndjekura dhe më të komentuara shqiptare në aspekt të debatit politik. Së fundmi është përfolur për një luftë edhe për një krizë, duke përfshirë këtu edhe histori të tjera në fakt të televizionit Top Channel, do me thënë që ky televizion me luftra që ka hequr edhe Arbanën, ka hequr moderatore të suksesshme dhe personazhe të suksesshëm që në fakt i kanë dhënë dritë këtij emisionit. Pa marrë parasysh, do me thënë, pa marrë parasysh se si do t'jetë e vërteta, unë nuk e besoj në asnjë mënyrë që Grida Duma do të heqë dorë nga televizioni Top Channel dhe do të heqë dorë nga emisioni Top Story. Është më se normale që në një tryez ku shtrohen mendime për të projektuar një sezon të ri, për të projektuar një studio të re, për të projektuar një ambient krejtësisht ndryshe, me patjetër që mund të ketë edhe zëra të ngritur, me patjetër që mund të ketë edhe ide të ndryshme, me patjetër që mund të ketë edhe konflikt mendimesh, në fakt që mund të krijohen mes dy protagonistëve. Por nuk ma merr mendja që mund të ketë patur një krisje, nuk ma merr mendja që mund të ketë patur një inat rreth Gridës edhe Lorit. Nga informacionet që unë kam arritur të marr, do me thënë brenda godinës së topit, nuk ekziston një zënk, do me thënë mes Gridës edhe mes Lorit, ekziston një raport korrekt, do me thënë televizioni Top Channel e ka vlerësuar Gridën, i ka dhënë mundësi të ndryshme, do me thënë Grida ka qenë edhe super moderatoria e cila ka udhëhequr emisionin të zgjedhjeve, emisionet të gjitha, do me thënë që kanë patur rëndësi në televizionin Top Channel dhe kjo tregon që do me thënë ka patur një peshë të rëndësishme dhe ka patur një vlerë shumë të bukur në këtë televizion. Të gjitha këto thashe themet në fakt që përfliten lart edhe poshtë janë në kuadër të thashe themeve. Grida Duma nuk ka preferuar që të bën akoma një video apo një replik në fakt kundërdrejt gjithë këtyre lajmeve që fliten për të dhe për Lorin si presidente e këtij televizionit, për të treguar në mënyrë të detajuar se në fakt çfarë ka ndodhur dhe pse janë këto lajme, por gjithsesi kemi arritur të kuptojmë që marrëdhënia e të dy vajzave është marrëdhënie shumë korrekte.